Pse ju duhet jeni kryetari i komunës së Ferizajt, urdhroni. Faleminderit kushtrim. Realisht, duke pa çka ka ndodhur në Ferizaj në 8 vitet e fundit të mandatit të kryetarit aktual, mendoj që qasja dhe orientimi i Ferizajit duhet të ketë një orientim të ri drejt shërbimeve më të mira, drejt një jetese më të mirë dhe drejt një qyteti më të jetueshëm. Dhe prioritetet e mia duke u bazuar në problemet të cilat kanë dalë si pasojë e rezultateve që kemi marrë të testeve dhe matjeve ndryshme, problemi i parë në Ferizaj është uji, i cili nuk është rregulluar rrafsh për 8 vite të kryetarit Aliu. Dhe duke qenë se uji është problemi numër 1, e kam shndruar edhe në prioritetin numër 1 të garës sime për kryetar të Ferizajit. Pra sot në Ferizaj mbi 46% të ujit i cili distribuohet humbet. Ka mbi 50% të zonave urbane dhe rurale të cilat kanë mungesë të ujit pishëm. Edhe në rastet kur ka ujë, në bazë të matjeve të Institutit të Shëndetit Publik, janë konstatuar që ai ujë është i papërdorshëm në 30% të mostrave minimalisht sa ka ndalë. Dhe duke parë që uji është me një mend një sfidë e madhe për qytetarët, ne duhet bëjmë zgjidhjet më njëhershme për mos t'i lënë ata në mungesë të ujit pishëm. Dhe cilat janë zgjidhjet tona të cilat do t'i ofrojmë. Pra, unë fokusin në ujin e pishëm e kam orientuar në 2 drejtime. Para është në afat të shkurtër të mesëm çka duhet bëhet. Dhe paralelisht punojmë për një ujëmbledhës të madh në zonën e Pleshinës, Jezercit atje për të krijuar sasi më të madhe të ujit. Por në ndërkohë ne do të hapim puse industriale të thella që do të krijojmë edhe rezervuar të mëdhaj me filtrat e nevojshëm dhe me preparatet e nevojshme për ta kthyer atë ujë në ujë të pishëm për banorët e qytetit Ferizaj. Do të punojmë gjithashtu në modernizimin e fabrikës ujit në Pleshin dhe unë kam një studim të fizibilitetit nga Banka Botërore i cili jep kornizat dhe udhën se si duhet ndërtohet ai ujëmbledhës i madh, pra në kanalin e Firaj Lepens, nga ujësjellësi, nga tubacionet të cilat do të krijohen dhe do të ndërtohet deri në fabrikën e ujit në Pleshin, për të mundsuar sasi më të madhe të ujit për shkak se sasia del problem. E dyta, betonizimi i qytetit. Ferizaj është një kaos i vërtet urban, një kaos ku njerëzit nuk kanë hapësira të gjelbra, nuk ka trotuare të mjaftueshme, nuk ka vend parkingje për njerëz të cilët kanë ndërtesa dhe banesat e tyre, dhe si rezultat Ferizaj është shndruar në një vend të pajetueshëm. Në 1341 kërkesa të cilat janë për inspektime të fazave të ndryshme, vetëm 205 nga këto inspektime janë realizuar. Dhe Ferizaj i ka vetëm një inspektor që është inxhinier i ndërtimtarisë, i cili është marrë me këtë. Faleminderit. Azemi, do t'i kthehemi kësaj teme në pjesën e